Skandalet, arroganca dhe vjedhjet e kompanisë One Albania po detyrojnë qytetarët të shkojnë drejt akteve ekstreme. Në Kukës, një 49 vjeçar ka tentuar të vërë zjarrin dyqanit të kësaj kompanie. Pas sorollatjeve që punojnë si të saj, i kanë bërë. Ngjarja ka ndodhur në lagjen numër 2 të qytetit. Sipas informacionit paraprak të policisë, rreth orës 15:33, shtetasi KSH, 49 vjeç, banues në Kukës, ka hyrë në ambientet e dyqanit dhe ka derdhur një sasi benzine, duke u bërë thirrje të pranishmëve që të largohen menjëherë nga objekti. Falë reagimit të shpejtë të qytetarëve dhe njoftimit në kohë, shërbimet e policisë kanë mbërritur menjëherë në vendngjarje dhe kanë bërë të mundur neutralizimin e autorit, i cili është shoqëruar në komisariatin e policisë në Kukës për veprime të mëtejshme procedurale. Kompania One është kthyer në tmerr për qytetarët, që kur u bë bashkimi i One me Eagle, sistemi ka pasur shumë probleme. Në shumë raste qytetarët nuk kanë arritur të marrin dot shërbimet, po ashtu një grabitje që po bëhet përmes lidhjes së kontratave. Shumë qytetarë, kryesisht të moshuar, mashtrohen që të lidhin kontratë dhe më pas çdo muaj u bëhet presion që të kryej detyrimet. Skandali tjetër është se grabiten përmes paketave të internetit dhe ofertave për të mos shkuar te interneti në shtëpi, ku nuk të përgjigjet askush. Skandali më i madh është që kjo kompani bllokon ndërrimin e numrit. Janë pafund kritikat në rrjetet sociale ndaj One, pasi çdo klient i saj është përballur shumë herë me parregullsi, por skandalet vijojnë dhe po detyrojnë qytetarët të kryejnë akte ekstreme.